أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mejliset tona në lidhje me mësimet dhe porositë që dalin nga ky libër që e kalon në trashëgimi Imam Neveviu rahimahullahu taala me të vetmin qëllim që të fiton kënaqësinë e Allahut dhul xhelal fillimisht, pastaj t'i ndihmon besimtarve në shërbimin e tyre dhe në udhëtimin e tyre drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për drejtësinë dhe pushtetarin e drejtë. Dhe aty Imam Neveviu rahimahullahu taala i ka sjell këto hadithe derisa e ka përmbledh me këtë hadithin e katërt dhe hadithin e fundit në këtë kapitull, me të cilat hadithe Imam Neveviu rahimahullahu taala e potencon faktin dhe nevojën dhe rëndësinë që ka pushtetari i drejtë në zhvillimin e jetës së besimtarëve në përgjithësi dhe muslimanëve në veçantë. Sidomos në këto kohra të fundit ku padrejtësia është bërë cilësi dominante në shumicën e jetës së shoqërive dhe drejtësia mungon në të gjitha segmentet e jetës së besimtarëve, po fatkeqësisht mungon edhe në jetën e tyre fetare. Dhe për këtë arsye, këto hadithe që ka sjellë Imam Neveviu rahimahullahu taala neve na ndihmojnë për të ndërtuar një qëndrim shumë të saktë, shumë të shëndosh në lidhje me drejtësinë dhe na ndihmon që na të gjithë të korrigjojmë gabimet tona, padrejtësitë tona dhe të mundohemi të instalojmë drejtësinë si vlerë të madhe në jetën tonë individuale dhe në atë shoqërore. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala në hadithin e fundit në këtë kapitull nga Iyad ibn Himari radiallahu anhu, i cili thot se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë. Në këtë hadith a u pidersi. Teknologjia i ka do të mira, po kanë herë edhe ta huq rrenin. Thot Iyad ibn Himari radiallahu anhu, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Ahlul jannati thalathatun, banorët e xhenetit janë 3 lloje të njerëzve. Dhu sultanin muqsitin muwaffaq, pushtetari i drejtë dhe i suksesshëm. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslimin, dhe njeriu zemërbut dhe i mëshirshëm në secilit familjar dhe musliman. Wa rajulun afifun mutaaffifun dhu iyal, dhe njeriu i ndershëm që nuk lyp dhe që ka familje. Pra, këtë hadith e transporton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Këta ishin 3 llojet e njerëzve të cilët do jenë banorët e xhenetit. Dhe nëpërmes këtyre vetive dhe cilësive që i ka sjell Imam Neveviu rahimahullahu taala, e motivon besimtarin e sodit që të ketë këto cilësi në jetën e vet. Nëse është pushtetar, të lufton me çdo kusht i drejtë. Dhe nëse ka autoritet, ka pasuri, ka ndikim, këtë mëshirë ndaj njerëzve. Të jetë zemërbut dhe të kujdeset dhe të blengoset për ta. Dhe e treta, nëse ka varfëni, të jetë i ndershëm. Të mos mundohet me fitu pasurin me haram. Po
nëse s'mundet me fitu pasuri sa i duhet, mos e zgjat dorën, e të nënshmon vetveten. Po nëse ka familje, e ka grua, ka fëmijë, edhe s'mund të përmbush nevojat e tyre, edhe atëherë ta përmban vetveten dhe ta shfaq ndershmërinë e tij. Andaj këtë hadith, të fundit këtë pjesë të hadithit, është përmend kjo kategori në dy situatat e tija. Edhe gjatë fitimit të pasurisë është i ndershëm, i ruhet haramit, po edhe nëse nuk arrin me fitu pasurinë e duhur, dhe ka familje, ka gru dhe fëmijë, përsëri ai nuk e zgjat dorën me lip, por shkon edhe punon. Por shkon edhe e jep mundin, angazhimin e tij që me fitu pasurinë me punën e tij, me djersën e tij. Andaj, me të vërtet, çdo pjesë e këtij hadithit, ashtu sikur se kemi sqaruar edhe në mezhlisën e kaluar, është një shkollë në vete. Edhe nëse i mendojmë pak më thellë këto porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kuptojmë se Islami me të vërtet është një shkollë e madhe e cila synon ndryshimin e individit. Dhe duke ndryshu secili njeri, mu edhe ty, me u ndryshu edhe shoqëria jonë. Edhe na, me qenë më të mirë të Allahu dhu xhelal fillimisht, pastaj me qenë edhe më të mirë për njerëzit këtë tokë. Nëse une, si hoxh, edhe ti si xhamat, kështu nuk e kuptojmë Islamin dhe mësimet e Islamit, nuk fitojmë kur gjë. As dunja as ahiret. Ama nëse kështu i qasemi mësimet e Islamit, se nëpërmes këtyre mësimeve unë e përmirësoj veten, i korrigjoj gabimet e mia, i plotësoj mangësitë e mia dhe bëhem më i mirë te Allah. Kjo është qëllim për qëllimeve finale në jetë. Pastaj, nëpërmes mësimeve të Islamit dhe korrigjimeve që bëj vetvetes dhe plotësimeve që bëj vetvetes, bëhem i dobishëm për njerëzit. Unë ndihmoj njerëzve, i përkrahi njerëzit, u zgjati dorën njerëzve, jam në shërbimin e njerëzve. Edhe ti, në këtë situatë, do jetosh jetën më të mirë të mundshme në këtë botë. Mirë me Allahun, mirë me njerëzit. Kur themi na mirë me Allahun, mirë me njerëzit, nuk do të thonë që kemë pas pasuri, kemë pas pushtet, kemë pas famë. Jo. Se raportet tona me Allahun janë shpirtënore, po edhe raportet tona me njerëzit janë shpirtënore. Pjesa materiale është më e vogla. Për shembull, dikush për neve mendon se nëse jep dikujt një 50 euro, 100 euro, ai me te, do thot, e ka tregu bamirësinë e tij ndaj tij. Bamirësinë e vet ndaj tij. Jo. Se nëse jep 50 euro, 100 euro, edhe e përbuz, edhe ofendon, edhe nënshmon, ai thot na let kofshin atë parë. Se krenaria e atij person është më e madhe se 50 euro, 100 euro të tuja. Këndeti ndoshta si e parë hiç, po goj ëmbël, tregon kujdes, i ofron ndihmë, i ofron shërbim, pa marrë parasysh ai a e pranon ose pranon atë. Po ti vazhdimisht me sjelljen tonë, me mendimet e tuaja, me veprimet e tuaja tregon se ty të dhimbet ai njeri, se ti ja ke gale atij kushtis, se ti brengosesh për këtë vllahun tan. Atë gjithsesi ajo ka me ngrit peshën tonë dhe vlerën tonë tek ai. Ai ka me dasht për shkak kësaj gatishmërie që kiti me shërby atë dhe me ndihmu atë. Andaj edhe njerë po them, lufta jeme dhe jotja du të me qenë me konë mirë me Allahun, edhe me konë mirë të Allahun. Pastaj mu mundue me qenë mirë të njerëzit. Me mendimet e mira tona, me fjalët e mira tona dhe me veprat e mira tona. E kush është kështu, jeta e tij është jeta më e bagatshme në këtë botë. Atëherë jeta jonë ka mingja asaj që kanë thonë ulemat e selefit, nëse banorët e xhenetit jetojnë kësaj lloj kënaqësirash, ata me të vërtetë po jetojnë me një kënaqësi shumë të madhe. Domthonë besimtarët e devotshëm dhe sinqert
e kanë përjetu një moment kënaqësisë në këtë botë që i ngjan kënaqësisë së xhenetit. Megjithëse Allahu i Madhëshëm ka treguar se atje ka atë që syri se ka pa, as veshi se ka ndëgju, e as që ka mujt me fantazu dikush. Por megjithatë dikujt për besimtarëve nga kënaqësia e madhe që e kanë shiu këtë botë ju ka duk se kënaqësia e xhenetit është kjo. Kur të dojnë njerëzit për shkak të kujdesit dhe bamirësisë që ki ndaj tyre. Na metëm të pjesa e fundit e hadithit të njeriu i ndershëm i cili e mbron veten e tij nga përbuzja dhe nënçmimi dhe nuk e nënçmon veten e tij as duke fituar rrezikut me haram, po as duke as zgjat dorën dikujt për nevojë, megjithëse ka grua dhe fëmijë, ka familje, ai e mban krenarinë e tij. Krenaria e tij nuk do me thonë që ai me ndet krenar edhe mos me punu. Mos me li prej kërkujt, po me apru situatën njerëzve në atë situatë që e me kuptu se këtë dunjë e marrë minimum. Krenaria nuk mbahet ashtu. Krenaria jeme edhe jotja edhe jona mbahet kur na mas sabahut me bismillah e nisim punës. Merremi me aktivitet, bëjmë punë, kryjmë obligime, detyra, marrim përsipër përgjegjësi, amanete, edhe lëvizi punojmë, me bismillah. Nëse ti lëviz mas sabahut, e bën sebepin, e bën hapin, Allahu ta sjellë rrezikun. Allahu ta sjell dikën që ta vlerëson punën. Allahu ta sjell dikën që ta paguon mundin. Edhe dora që jep është e lartë. Dora që merr është e ulët. Me dhonë është më mirë se me marr. Edhe kënaqësia që e fiton njëri kur jep është më e madhe se sa kur merr. Dhe për këtë arsye, kjo ndershmëri ja ka dhënë xhenetin këtij njeriu. Sa ai kishte nevojë, kishte zor, kishte presion, gruaja më njon, fëmijët më njon, mirë po ai e ruan ndershmërinë e vet. Punon, mundohet, lodhet, raskapitet, thot unë do shikoj me mundin tem, me takatin tem. E ky hadith, kjo pjesë, është përgjigja ma e mirë e shumë të rive sot, që për pak e për shumë marrin borxh. Për pak e për shumë ankohen, e lipin dim. Për pak e për shumë më njerë të regohen dopt. Dhe se ata me rujt krenarinë e vetë. Edhe me bo sebepin, edhe me dhonë mundin, e me ushtet Allahut. Dhe me pritë rrezikun dhe furnizimin për Allahut. E mës me nënçmu vetën me asgjatë dorën dikujt, ose me abo muhabetin dikujt. Është e rëndë, është e vështirë, ama kush i mbështetet Allahut, Allahu ati i mjafton. Askush dhe asgjë si Allahu nuk ka mundësi me të ndihmu. Veç se korritesh, veç se turpnohesh, veç se e nënçmon veten, tu mendu se dikush për njerëzve ka mundësi me të ndihmu si Zoti ose më mirë se Zoti, hasha o kella. Asnjë. E Allahu kur ashtu po thot, "Wa man yatawakkal 'ala Allah, fa huwa hasbuh." E ai që i mbështet Allahut, Allahu ati i mjafton. I mjafton. I mjafton për këtë nevojat e tia, për këtë kërkesat e tia, për këtë që ka nevoja i njëjtën e tij i mjafton Allahu subhanahu wa taala. Andaj, kthej ka ta kthesh, analizoj si ta analizosh, sharrej si ta sharresh, përsëri në bosht bërthamën e lidhjes tonë me Allahun, është dashnia dhe frika për ti. Që me qenë ajtë prioriteti i jetës sonë, atë me dasht ma shumë se çdo gjë, dhe për ti mu friksu nga ma shumë se çdo gjë, pastaj punë kanë me shku marë. Pastaj ka me të ecë për para. Pse?
Se tha Allahu dhul xhelal, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja", ai që ka frikë Allahun, Allahu i jep zgjidhje dhe rrugëdalje atij. O yarzuqhu min haythu la yahtasib, dhe furnizon ka nuk e pret ai njeri. Nëse je sigurisht i devotshëm, edhe ke frikë të vërtetë prej Allahut dhul xhelal, hiç mos e ke gale zgjidhja dhe rrugëdalja, zgjidhja dhe furnizimi i kipi Allahut. Sigurt të garantuar. E tash lufta jonë është te kjo. Puna e imanit ton, puna e takvallëkut ton, puna e mbështetjes ton te Allahu dhe sa na i çojmë vend sebepet nëpërmes të cilave Allahu i Madhëshëm i plotson ligjet dhe vendimet e tija. Pra, ishte përshkrim i përgjithshëm i këtij hadithit me këto tre komponenta që tash dhe në vazhdim me mësimet dhe porositë që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith dhe prej shumë haditheve tjera është detyra e hoxhallarëve me abot të qarta të vërtetat fetare. Na hoxhallarët e kena borç, e kena detyrë, e kena obligim të marrë nga Zoti momentin që na i kena thonë vetës hoxhallar dhe kena marrë përsipër amanetin e fesë, e kemi borç, detyrë dhe obligim me sqaru fen ashtu si është. Ashtu si e ka shpall Allahu dhul xhelal Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si është në Kur'anin fisnik dhe në hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa kur një farë shtrembërimi, pa kur një farë shtimi, pa kur një farë mangësimi. Kjo është shumë më rëndësishme e kuptu. Feja Allahu dhul xhelal duhet mësohet edhe duhet jetohet ashtu siç e ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Dhe të gjitha format tjera që munden me ofru me kalimin e kohës, nëse nuk përputhen me thelbin, qëllimet dhe mënyrën e zbatimit të fesë që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo refuzohet, nuk pranohet. Andaj ulemat e mëhershëm kanë thonë, ajo që s'ka qenë fe në atë kohë, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve, s'mund me konë fe në këtë kohë. Edhe duke pas parasysh këtë parim, që fatmirësisht ehli sunneti i kanë ndetë besnik maksimalisht, kjo fe ka mbet deri sot në shekullin e 15 e pastër, e kulluar, e mbrojtun, do të edhe ashtu siç ja ka shpall Allahu dhul xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe, me pas hesht ulemat në brezat e ndryshme të islamit, e me pas lënë dikujt mundësin me shtu mbi fe, me paksu mbi fes, sot nga islami kishin me disa lecka, disa gjëra shumë të ima, shumë të pavlera. Se cili kishte ndryshu nga kandi i vetë, si pas bot kuptimit vetë, si pas vendimit të tia edhe, kishte met shumë pak për islamit. Edhe andaj, u a themi juve vllazni, porosi që e nisim nga vetja jonë, edhe gjithë hoxhallarëve, besimtarëve në përgjithësi, që me rujt këtë din, ma shumë se sytë e ballit tonë. Se është ma i shtrenjtë se jeta jonë. Edhe me rujt këtë fe ashtu, si që ka shpallë Allahu dhul xhelal. Pastër, mbrojtur, të lirë, pa ku një farë njollë, pa ku një farë mangësie, pa ku një farë shtese. Edhe të vërtetat fetare në çdo kohë, në çdo vend, mi thonë se kështu është e vërteta. I pëlqen dikujt, si pëlqen dikujt, puna thjesht. Nuk duhet me shtremu fen për hatër të X-it apo të Y-it. Nuk duhet me shtremu fen për shkak të presioni që e bën ky apo ai. Se në historinë e fundit të na ka pas situata, ardhe komunizmit,
I ka sjell presion hoxhallarëve të asaj kohe. Vitet 50-ta i kanë detyru mi shtrembru qëndrimet e fesë. Mi apo qefin pushtetit komunist në atë kohë. Hoxhallarët i kanë nejtë besnik amanetit fesë, kanë thonë jo. Ajo që kërkoni ju, nuk ban, nuk shkon. Sepse është kundërshtim me rregullat e fesë. Ama na ju burgosim vëllazër. Ju bëni çka doni. Por na s'kemi drejt, as kemi guzim me lëviz megjet e kësaj feje. Kufit e shenjta që i ka kjo fe. Ato na e kina borxh me i rujt. Se nëse shtetin edhe kufit e shtetit i ruajn ushtria edhe ushtarët, kufit e fesë i ruajn ulemat, dietarët. Edhe nëse ai e lëshon pikën e kufirit, s'ka kush e zëvendëson atë. A kufirin e shtetit, një ushtar smuhet, vjen tjetri. Një ushtar mungon, vjen tjetri. Ama kufit e fesë, Zotën ashtu ka pak ushtar që e mbrojnë kufit e fesë. Nëse dhe ata lëshojnë, atër s'ka kush e i zëvendëson ata në mbrojtjen e kufinve të fesë Allahut të xhelal. Dhe për këtë arsye, ne i themi, s'është më rëndësi në çfarë kohë jetojmë dhe cilin vend jetojmë. Ajo që s'ka qenë fe në atë kohë, nuk mund të konë fe as sot. Ajo që s'ka qenë e lejuar në atë kohë, s'mund të qenë e lejuar as sot. Andaj, shtesët e ndryshme dhe tentativat për t'ja imponu muslimanëve edhe festimin e festave të huaja, bile tu i provoku dhe tu i kërcënu se nëse ju nuk bani si na, domethënë ju jeni jashtë neve. Të imponojnë me festu festën e huaj. Megjithëse këto punë, elhamdulillah, janë shumë qarta, Kurani fisnik, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe dietarët brez pas brezi e kanë sqaru se festat që kanë lidhje me besimet fetare janë kategorikisht të ndaluar të i festojnë muslimanët. Bile me festimin e festave të feve të huaja ti e rrezikon besimin tanë, fen tonë. Se është një lloj aprovimi të atij besimit gabuar që kanë ata. Edhe kjo çështje është aq e qartë, aq e pastër, aq e kullume, sa që s'ki nevojë ti kur një farë manovrimi me bo, kur një farë tentative për me e normalizu, ose për me zbut, ose për me qesu. Sepse asë një herë s'ka ndodhë që dikush për jo muslimanve mi festu festat e muslimanve. Edhe kjo shumë normale. është shumë normale që ata mos mi festu festat tona. Se si besojnë, edhe njëjtë është abnormale që muslimani mi festu festat e fesë tjetër. Logjika është e thjeshtë. Se ti nëse do në me festu një fesë që ka origjinë fetare, ti duhesh me besu atë parim fetar. Nëse nuk e beson, s'ka logjik me e festu. Mirë po, fatkesisht, njerëzit hala jetojnë, do thot, mes merakeve, dëshirave, qefeve, edhe parimeve të fesë, edhe pastaj, kur i shkelin vetë parimet e fesë, kanë qef edhe tjertë me shkelin mu bu njësoj. Mës me dalej si dele e zezë në mesin e deleve të bardha. Po s'mundet mu pranu një kërkes e tillë, sepse na i kemi fejnë tonë, na i kemi simbolit e fejës tonë, na i kemi festat tona, na i kena bot kuptimet tona, i kena parimet tona, dhe i ruajmë me xhelozi, dhe i ruajmë me kujdes ato, dhe i kemi të shtrenjta, të shmueshme, të vlefshme. Edhe asë njëre nuk mundet mu barazu
ajo që është e fesë sonë me atë që është e feve tjera, pa marrë parasysh kush sa tolerant edhe liberal tregohet. Se kjo është prej gabimeve më të mëdha që mund me bo një hoxh i cili tenton me e zbut qëndrimin e tij karshi këtyre festave. Se muslimanët i kemi festat tona dhe vetëm ato i festojmë, dhe këtë çka nuk janë festat tona na e kemi të ndaluar të i festojmë dhe me festimin e tyre rrezikohet imani jon, besimi jon. E tash kush e ka të shtrenjtë imanin e tij, më shumë ja ka gajle imanit vetë se llafeve të njerëzve. Se presioneve të tjerëve që mundon me apo muslimanëve. Andaj te ky parimi i sqarimit të vërtetave fetare, ne si xhallar e kena përgjegjësinë edhe mbi supet tona bie kjo detyrë që të gjitha kohrat dhe situatat dhe rrethonat t'i tregojmë të vërtetat fetare ashtu si janë. Pa manovrim, pa ndryshim, pa shtrembrim, pa aludim, po jemi të qartë. Ashtu sikur është e qartë Islami. Andaj Allahu Dhul Jalal i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. O Muhammed, ne ty ta kemi zbrit Kur'anin. Pse? Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Që t'u asqarosh njerëzve atë që e ka shpallë Allahu Dhul Jalal. Andaj Kurani fisni ka ardhë që tjetë i qartë, i kuptueshëm për njerëzve. E në momente ku ka paqartësi, vjen sharimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe bën të qartë. Kjo që Kurani, sbashku me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e japin bot kuptimin e qartë fetar islam. Edhe ajo duhet dominon në mendjet tona si fe, edhe në praktikat tona si fe, Kurani dhe Suneti. Dhe këtë çka është jashtë kësaj dhe që ka të bën me fen, sepse kur themi këtë që ka jashtë kësaj, dikush kësaj na thot e mikrofoni, e altoparlanti, e themi çdo sen që është jashtë kësaj dhe që ka lidhje me fen, duhet me qenë e kundërshtuar dhe refuzuar. Sepse nuk flitet për mjetet, për aparatet, flitet për objektivat, qëllimet, e mëdha që i ka feja. Dhe nëse na vajapim sharimet e duhura besimtarve, i ndihmojmë ata në kuptimin e saktë të fesë, edhe ata kanë me qenë rahat me Zotin e tyre, po edhe feja ka me qenë e begatshme, e përhapun me saktësi, dhe njerëzit në besimin e tyre kanë me qenë rahat. Dhe normalisht ato veprime që ata kanë mi bë, ka me ngrit ata dhe kanë mi qu të Allahu Dhul Jalal. Normalisht ka peripeci, ka vështirësi, ka pengesa në këtë rrugë, po jo na është që na me thonë të vërtetën dhe me ecë përpara. I pëlqeu kujt i pëlqeu. Edhe si pëlqeu kujt si pëlqeu. Kushdo që mundohet me pengu këtë rrugë, e jo na është me vazhdu. Aq sa kena mundësi me qu përpara, me qu, pa e ndryshu, pa e shtrembru, pa e laku. Ashtu siç e ka zbritur Allahu Dhul Jalal. Amanet është i rënd, përgjegjësia është e madhe, po kush është i sinqert në kuptimin e fesë, edhe në amanetin e përhapjes së fesë, atë e ndihmon Allah. Ati ja leton Allah. Edhe me gjithë vështirësitë dhe peripecitë shkon përpara. Ashtu si kam rritë deri te na. Ka me vazhdu edhe të ardhmen inshallah taala me lejen dhe ndihmën e Allahut. Normalisht në lidhje me këtë sharim, këtë pikë, këtë mësim, kemi edhe disa sharime tjera, por koha që keshim disponim përfundoi. Këtu do e ndalim sot duke lutur Allahun e Madhëshëm që të na jap ditë të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra. Dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i Madhëshëm na bashkoft me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam jannat firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin
wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.